për bisedën që zhvilluam së bashku. Të kalem një tjetër bisedë në këtë momente, drejt për drejt nga Prishtina, në lidhje të drejt për drejt është zoti Argjend Zejnaj. Zoti Zejnaj, përshëndetje, mirë se vini në A2 në këtë bisedë së bashku. Ora 19 përfundon dhe procesi i votimit, qendrat e votimit fillojnë të mbyllen tashmë, pasi ka përfunduar dhe orari zyrtar. Nëse të paktën nga shifrat e fundit të zyrtare nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për sa i përket pjesëmarrjes, lodhja e qytetarëve në procesin e të disat brenda një viti është përkthyer në vot në gjykimin tuaj? Dhënat e fundit tregojnë që pjesëmarrja deri në ora 17 e pak ishte në një përqindje më të madhe krahasu me zgjedhjet e 9 shkurtit dhe urojmë që kjo ditë në këtë kuptim të peshoj shumë përsa i përket shumicës funksionale, shumicës stabile, e cila do të ketë mundësi të ndërtoj institucione, të ketë vendimarrje dhe që të rifunksionalizojmë ritmin shtetëror të funksionimit. Prandaj uroj që vota e sotme të është një vot anti-blokad, që qytetarit të ketë kërkuar institucione që punojnë nëpërmjet këtyre votave, jo vetëm fitues të kësaj nate, por edhe një ndërtues të institucioneve stabile që nesër e tutje. Sonte do të marrim pas kësaj ore, tashme ne e dim nga praktika se pas orës 19 është edhe një orë të themi që votojnë ata të cilët vetëm kanë hyrë para orës 19 në qendrat e votimit, të cilëve kanë të drejta askush t'u mohoj të drejtën e hedhjes së votës. Sonte do ta shohim vetëm hartën e partive politike, se kush sa mori dhe ku i mori votat, më shumë e ku më pak, që nga nesër praktikisht, figurativisht themi, fillojnë ditët e pazareve politike, të atij që ka dalë i pari ose të atij që eventualisht do të mundet me dalë fitues, gjë që unë nuk besoj te kjo e dyta, po uroj që ai që do dalë fituesi natës së sotme ose i pari nga nata e sotme të di të ndërtojë institucione pa vonesa e cila prodhon kosto, qoftë ajo politike, ekonomike, edhe në marrëdhëniet me partnerët tonë, të cilët për këtë vit, edhe pas 5 viteve, por edhe këtë vit e kanë qenë shumë mirë, zoti Zejnaj, se ju e bët një lloj parashikimi dhe thatë që nuk do të ketë një fitues, kështu që e vazhdojmë pak këtu bashkë bisedën së bashku. Përse? Sepse asnjë prej partive politike nuk tregoi maturi politike për gjatë gjithë këtij viti dhe kjo i ka zemëruar qytetarët e Kosovës dhe i ka lodhur ata. Unë besoj që qytetarët në vazhdimsi e kanë dhënë provimin vet, edhe të sa i përket emancipimit të menaxhimit të qetësisë gjatë fushatës elektorale, por edhe në ditët e zgjedhjeve, edhe sot përkundër disa ekseseve teknike themi për sa i përket ndërprerjes së energjisë elektrike dhe disa gjërave të tjera të vogla të cilat nuk ndikojnë në imazhin, por që për sa i përket pjesës teknike kanë ndikuar në standardin e organizimit të zgjedhjeve, unë besoj që qytetarët kanë dhënë provimin vazhdimisht. Por kur kemi kaluar tek politikanët, tek kandidatët për deputet, të cilët ne ju kemi dhënë besimin, aty pastaj kanë marrë nota të dobta edhe jo kaluese dhe nuk kanë arritur që të bëjnë ndërtimin e institucioneve, pa çka ne e dalim në zgjedhje për të votuar dhe për të dhënë shanse që ata të ndërtojnë pastaj institucione. Rrjedhimisht, por në prizmin e gjerë, panoramës së gjerë, besoj që nuk do të ketë shumë dallim për sa i përket nga 9 shkurti, edhe këtu është rreziku i hyrjes në një rreth vicioz të krizave të njëpasnjëshme. Kem parasysh kështu që do ta kemi së shpejti edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit ose presidentes së re dhe rrjedhimisht nëse nuk do të ketë
pas këtyre rezultateve, nëse nuk do të ketë një shumicë të konsolidume, stabile brenda Kuvendit të Kosovës, rrjedhimisht institucionet të reja të qeverisë, do të kemi jashtëzakonisht shumë problem për Dhe ta në shtyr fakt, zoti Zenaj, shumë gjatë. exit pollet e para konfirmojnë Albin Kurtin si forcë e parë, por që nuk arrin dot i vetëm të formojë qeverinë. Të paktën deri më tani nga të dhënat më të fundit të exit polleve, që i bie praktikisht një përsëritje skenarit të nëntëshkurtit. Këtë isha duke thënë. Jo, thjesht për ta sjellë dhe drejt për drejt me qenë se janë informacionet e fundit, prandaj. Po, absolutisht në drejtën e juve, dhe unë po gjykoj mbi bazën e kësaj çka ju po e parafrazoni këto momente që nëse zotri Kurti si edhe LVV-ja si parti e parë, sipas asaj që ju